Allah është përlef hojë për ligjëratën, Allah është përlef gjithë ata që kanë dërgu pyetje. E pyetje kanë dërgu begi shumë, aty që nuk ka realizim sot inshallah, ja lexojmë edhe dersën e ardhshëm. Allah i nderoft. Pyetja e parë hoj, selam aleikum për hojën tonë të nderuar. Nëse jam imam në namaz dhe jam në ruku, a lejohet që ta zgjas rukun nëse dëgjoj dikë duke ardhur për të bashkangjitur në namaz në mënyrë që ai të arrijë rekatin, Allahu i nderoft. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lejohet me zgjat rukun magat se zakonisht në mënyrë që një besimtar i cili ka me vonesë me kap për recatën për shkak se në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men adraka ar-ruku' adraka ar-raka'a, kush e zën qëndrimin në ruku e ka zënë edhe recatën i llogaritet sikur që e ka zënë recatën e plot. Pse themi lejohet? Për shkak se nuk ka ndonjë argument që ndalon. Kurse ka argumente të tjera që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e zgjaste rukun shumë, edhe zgjaste sejdën shumë. Nëse është praktike jote nuk e zgjat rukun shumë, nuk e zgjat sejdën shumë, këtë rast e ke zgjat. Është brenda hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por duhet më mësua musliman se me ikë një recate nuk ka kur gjë. Nuk është kur gjë namazin ma i dopt e ati që ka ardhur në recatën e tretë, as i ati që ka ardhur në recatën e katërt. Madje, kushdo që lidhet me imamin, qoftë edhe 2 sekonda, 1 sekond para se me dhënë selam imami, e ka shpërblimin e namazit me xhamat. Kushdo që hyn namaz me xhamat, para se imami me dhënë selam, e ka shpërblimin e namazit me xhamat. Për shkak se e ka zënë namazin me xhamat. Nuk ka nevojë më ngut nëse është në rukua edhe me zë rukus. Nuk ka nevojë. Madje në krahasim të haditheve nuk lejohet. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar me shkon xhami të ngo. Me më gjëru me këtë njerëzit me qyshe edhe më këse Allah, këshka ka dalë, ikë në reqat, ikë të ma, e shqosh e zem. Ka një 2-3 në tiket, një e zem, hiqë të zem as një, e zem veç funin namazën me xhamat, e kje gjitha shpërbime që ka dhe ke shkua njetin e gjitha, jenë në regull. Por, a lejohet me zgjat lejohet, nuk ka problem, wallahu a'lam.